Apo do vish ta bëjmë bashk? Do vish ta bëjmë bashk? Da. O Jeta, hajde pak! Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur përsëri në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Odeta Ilezi. Okej. Jam content creator në Instagram, YouTube, TikTok dhe Pinterest. Dhe do t'ju lutesha të më bëni një subscribe sepse nuk do t'ju zhgënjej. Ju të tjerët që më ndiqni prej vitesh tashmë, edhe prej vitesh, do më thënë unë 2 vite kam që punoj sistematikisht këtu në YouTube, por edhe 2 vite nuk jam pak. Pra ju që më ndiqni prej 2 vitesh dhe nuk jeni abonuar akoma në kanalin tim, shumë gabim, sepse mua YouTube-i mi tregon të gjitha. Pra, YouTube-i është rrëspi e madhe, kur thot Angela. Shkoni tani me vrap të më bëni subscribe dhe gjithashtu YouTube-i më tregon edhe se kush më bën dhe më heq. Okej, prandaj kujdes sepse e di shumë mirë se kush jeni. Sot është ditë e shtunë dhe sigurisht që unë e kam pushim, duket edhe nga gjendja ime emocionale që jam pushim. Këtë ditë e kam nisur shumë të qetë. Më falni. E nisa këtë ditë me një dush edhe pastaj kam bërë kafen time të preferuar, kam vendosur muzikë të mirë në laptop dhe gjithashtu kam bërë disa video për në Instagram. Dhe po thoja që kam krijuar content në Instagram, kam krijuar 2 reels, një me make-up edhe një tjetër me veshje. Gjithashtu kam vendosur të jem më aktive në TikTok dhe kam krijuar disa video për t'i postuar gjatë javës. Nuk e di se sa do e mbaj fjalën për në TikTok, pasi nuk jam shumë e rregullt aty, por kam vënë re që duhet të jem sa më shumë aktive edhe në TikTok, sepse gjeneron goxha ndjekës. Dhe gëzuar ditën e Novruzit për të gjithë ata që e festojnë. Unë dijen mbas dite kur kam ardhur nga puna, jam marrë me të gjitha punët e shtëpisë dhe pothuajse e kam disi në rregull shtëpinë, gjithashtu kam rregulluar edhe këtë këndin ku jam tani, gjë që ju nuk e keni parë ndonjëherë, është era e parë. Dhe mendova pse jo të hap edhe një vlog, meqense kemi 3 ditë pushim. Duke qenë se festa e Novruzit i ra e shtunë, normalisht ditën e hënë do të bëjmë pushim, kështu që deri të martën do kemi kohë dhe shpresoj që të dali një vlog sa më i bukur. Kjo është kafja ime e preferuar, kisha disa kohë që nuk e bëja në fakt në shtëpi. Kjo për arsye sepse çdo ditë gjatë javës unë e pi kafen tek një lokal që kam afër punës, por këtë gjë bëja edhe gjatë ditëve të pushimit, pra sa zgjohesha, shkoja aty edhe konsumoja kafen time, sepse ju e dini tashmë që unë nuk bëj dot pa kafe. Por sot mendova që jo, Deta, nuk do dalësh, sot do rish në shtëpi dhe do marrësh kohën tënde. Pra këtë bëra dhe janë në shtëpi dhe jam mjaftueshme e qetë për të xhiruar. Ky është make-upi që unë kam bërë tek reelsi në Instagram, që nuk e kam postuar akoma, por do ta postoj sapo të më jepet mundësia. Dhe baza është me fondatinën e Tirtir edhe kontur nga Super Colori dhe setting powder. Dhe setting powder i hudës dhe blushi
ky momenti kur nuk të vinë fjalët është Zot na ruaj. I kujt është Blashi? Eat to face. Okej, dhe pastaj kam bërë këtë kombinimin e buzëve që shumë nga ju më kanë pyetur. Do më thënë gjithmonë që unë do t'i bëj buzët kështu, do më vinë një mesazh që me çfarë i lyen, dhe shkoni në Instagram që të shikoni se me çfarë i kam lyer nëse jeni të interesuara për ta ditur. Dhe tjetër gjë që kam bërë është që kam vendosur qërpikët nga Temu. Dhe ja t'rregoj tani se cilat janë. Dhe kam vendosur këto qërpikët këtu, nuk e di, më duket se ja kam treguar në një vlog që këta qërpikët i mora tek Temu dhe kanë goxha sasi, më duket se ka marrë diku te $3 të gjithë këtë pakon dhe ka pafund qërpik, kështu që janë mjaftueshëm. Gjithashtu kanë këto pincetat edhe ngjitësin bashkë me atë locionin që nuk të ngjiten qërpikët. Ishte era e parë për mua që i vendosja vetë qërpikët, por ja dola si era e parë që ishte. Në fakt ma ka treguar Orestja se si mund t'i vendosja sa më lehtë dhe ashtu bëra, ndoqa teknikën e saj dhe ishte goxha e vështirë, por që nuk ishte e paarrirë. Dhe unë jam një njeri që nuk i bëj shpesh qërpikët, sepse shqyr Zotit kam qërpikët e mi, i kam goxha të shëndetshëm edhe nuk dua që t'i dëmtoj, por aq erë sa unë i bëj, që mund t'i bëj diku te një herë në vit, këto janë super okej edhe shumë të thjeshta për t'i vendosur. Problemi i këtyre ndoshta është vetëm tek unë, nuk e di sepse s'jam mësuar akoma, por është kur të laj fytyrën në tar. Sa po kam postuar reelsin tim në Instagram dhe është këtu. Që nuk më del me zë. Okej, gjithsesi mund të shkoni ta shikoni në Instagram dhe me atë rast mos harroni të më ndiqni edhe aty, pasi jam më shumë aktive dhe gocat e Instagramit i mbaj pak më shumë me aty. Sepse duke qenë se Instagrami nuk të merr shumë kohë, thjesht bëj një foto dhe postoj. Kurse YouTube e dini vetë, jo është punë më vetë. Të çohe edhe të mbaroj me disa punë të vogla, edhe tjetër duhet të ndes makinën qepse, sepse e kam lënë shumë pas dore. Kam ardhur në kuzhinë edhe më duhet të gatuaj diçka sepse po vdesurie, nuk kam ngrënë asgjë që në mëngjes, edhe çunat nuk i kam këtu, nuk e di fare se ku kanë ikur. Roanin e di që ka ikur tek një shoqe këtu te lagja, edhe Roani shkon shumë rrallë atje, po kur shkon nuk kujtoj të vi më në shtëpi. Edhe drekën e kishte ngrënë atje, kurse im shoq erdhi pak më parë, hëngri bukë edhe ka dalë prapë. Ndërkohë jam vetëm në shtëpi, do gatuaj për veten time dhe do të ha drekën. Tani është ora 5. Ndërkohë jam duke folur me një menaxhere të një farmacie online edhe jam duke lidhur një bashkëpunim tjetër.